Atë dheu nuk është vetëm vendi ku lindim, por është thirrje që na ndjek përgjatë gjithë jetës. Një përgjegjësi që kërkon përkushtim, sakrificë dhe gatishmëri për të dhënë më të mirën nga vetja jonë çdo ditë. Republika e Kosovës është rrjedhë e pandërprer brezash e atyre që dhanë gjithçka e pa kursim dhe atyre që edhe sot mbajnë mbi supe detyrën për ta quar vendin tonë përpara, për ta mbajtur gjallë dhe për ta bërë edhe më të fortë. Në zemër të kësaj përpjekjeje qëndron vetë liria jonë, jo vetëm si e drejtë e fituar, por si një ndjenjë thellë, imanente për qenjen njerëzore. Këtu merr kuptim shteti, si shprehja më e lartë e vullnetit tonë të përbashkët për të jetuar të lirë. Jo thjesht si institucion, por si përgjegjësi e përbashkët për të jetuar të lirë. Jo thjesht si institucion pra, por edhe si angazhim për ta forcuar, për ta bërë më të drejtë, më të qëndrueshëm dhe më të denjë për sakrificën mbi të cilën është ndërtuar. Muaji mars, në të cilin po mbahet kjo ceremoni e ndarjes së dekoratave, është një muaj i rëndë në historinë tonë. Është një muaj kujtese dhe reflektimi ku pothuajse çdo ditë na rikthen në ngjarje të dhimbshme, në masakrat e kryera nga regjimi gjenocidal i Serbisë ndaj popullit tonë. Por njëkohësisht është edhe një muaj që dëshmon qëndrueshmërinë, rezistencën dhe vendosmërinë për mos t'u dorëzuar kurrë. Është muaj i krenarisë për trimërinë dhe heroizmin e treguar nga brezat e tërë, në mënyrë që ne sot të jemi të lirë në shtetin tonë të pavarur e demokratik. Dekoratat që po ndahen janë përveç se mirënjohje, edhe dëshmi e sakrificës dhe guximit, dëshmi e popullit tonë, i cili nuk u përkol, nuk u dorëzua dhe nuk hoqi dorë nga liria asnjëherë. Dëshmi e mundit, djersës dhe angazhimit të gjeneratave të tëra që dhanë gjithçka për shtetin tonë të dashur. Prandaj nderimi ynë do të fillojë me heronjtë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ata që bën sakrificën më të lartë, duke dhënë jetën për liri. Ata luftuan për dinjitetin tonë dhe për të drejtën për të jetuar të lirë. Janë themeli i shtetit tonë, ndaj nderimi i përhershëm u takon atyre. Por liria jonë nuk u ndërtua vetëm në fushbetejë, përkundër që pikërisht fushbeteja i ndërtoi themelet e saj. Ajo u ndërtua edhe nga shumë bija të këtij vendi, të cilët u munduan me dije, me guxim qytetar e me përkushtim profesional, duke vendosur shtylla të forta mbi të cilat sot qëndron progresi i shtetit tonë. Prandaj disa nga dekoratat i kushtohen kontributit për liri e pavarësi dhe do t'u japen atyre që u angazhuan për këtë shtet në kohët më vendimtare. Sot do të nderojmë edhe mjekët doajen, të cilët në rrethana të pamundura shpëtuan jetë dhe ruajtën humanizmin në kohë njerëzore. Do të nderojmë gratë prijetare, të cilat mbajtën gjallë shoqërinë dhe u bën shtyllë rezistencës sonë, duke thyer edhe bariera në fusha ku në të kaluarën dominonin vetëm burrat. Do të nderojmë edhe gazetare fotoreporter, të cilët dokumentuan të vërtetën dhe ja treguan botës realitetin e Kosovës, duke e bërë zërin tonë të dëgjohet përtej kufive. Nderojmë aktivistët brenda e jashtë vendit, të cilët ngritën zërin për liri dhe drejtësi. Veçanërisht duhet të vlerësojmë rolin e jashtëzakonshëm të mërgatës sonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vendet e Evropës e deri në Australinë e Largët, të cilët me angazhimin e tyre politik, financiare, shoqëror, e mbajtën gjallë kauzën tonë dhe e ndihmuan fuqishëm në rrugën drejt lirisë dhe shtetëndërtimit. Sot nderojmë edhe ata që kontribuan në shtetëndërtim, profesionist intelektual dhe shërbyes publik, kampion të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore, të cilët edhe pas luftës punuan me përkushtim për ndërtimin e institucioneve dhe për konsolidimin e shtetit tonë dhe për bërjen e këtij shteti një shtet ku secili ndihet i vlerësuar dhe i barabartë. Kontributi i tyre vazhdon edhe sot në forcimin e demokracisë dhe zhvillimin e vendit tonë. Megjithatë, duhet ta kemi të qartë. Ka ende shumë njerëz kontributi të cilëve nuk është njohur sa duhet. Përgjatë 5 viteve të fundit kam pasur nderin që të dekorojmë shumë personalitete, të
të cilave në të kaluarën u ishte bërë padrejtësi. Të nderojmë shumë sakrifica që ishin harruar më herët, e të risjellim vëmendjen tek shumë kategoritë qytetarëve tonë, të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë për shtetin tonë. Ishte nder i madh që medaljen e parë e kam darë për Bacën Rifat Jashari, pikrisht me 28 nëntor 2020, dhe që sot e përmbyllim me të gjithë ju, bazuar në propozimet që kanë ardhur nga shumë prej jush, përfshirë deputet e kryetar komunash, si dhe bazuar në vlerësimin nga komisioni profesional. E kuptojmë që ka edhe shumë personalitete që meritojnë dekorimin e që tani e tutje, pra pas 4 prillit, do të shqyrtohen nga presidenca e ardhshme. Historia jonë është ndërtuar nga shumë sakrifica. Ndaj detyra jonë është që t'i njohim dhe t'i vlerësojmë të gjithë, sepse vetëm kështu ndërtojmë në një shoqëri të drejtë dhe të ndershme. Me qenë se, deri tani fola për shumë prej personaliteteve që kanë dhënë edhe jetën, por edhe kontributin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për shtetëndërtimin e përfuqizimin e institucioneve, ne duhet t'i vlerësojmë edhe ata që sot po japin shpresë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kështu që, pavarësisht rezultatit të ndeshjes së nesërme Kosovë-Turqi, ekipi i kombëtarës së Republikës së Kosovës tashmë e ka bërë historinë. Prandaj kam nderin që t'ju njoftoj që pikrisht për këtë kontribut të pamatshëm, për krenarin që i kanë dhënë vendit në çdo moment, dhe për shpresën që po japin këtij populli në hapat përpara, medalja presidenciale e meritave, me njëherë pas fitores së nesërme, por si që thash, pavarësisht edhe atij rezultati, do t'i ndohet edhe ekipit kombëtar të Republikës sonë. Këto dekorata nuk janë fundi i një historie, por janë vazhdimi i saj. Janë një kujtesë se liria kërkon vigjilencë, se shteti kërkon punë kur pa ndalë, ndërsa dheu kërkon përkushtim secilën ditë. Ne nuk kemi të drejtë të lodhemi, nuk kemi të drejtë të harrojmë dhe mbi të gjitha nuk kemi të drejtë të ndalemi, sepse ata para nesh punuan, nuk u ndalën dhe nuk u dorëzuan në rrethana tepër më të vështira se sa në ato në të cilat punojmë ne sot. E historia jonë, sa do e dhimbshme, është edhe dëshmi e forcës së popullit dhe kombit tonë për të ecur përpara. Duhet ta kemi në mendje gjithmonë, sa dheu nuk ndërtohet vetëm nga ata që dhanë gjithçka dje, por edhe nga ata që japin çdo ditë sot dhe nuk ndalen asnjëherë për të ardhmen e tij, në mënyrë që këtë vend ta bëjmë të denjë për sakrificën e dëshmorëve, martirëve dhe heronjve tanë. Faleminderit shumë të gjithëve. Do fillojmë ceremoninë e ndarjes së dekoratave për personalitetet që kontribuan për liri, pavarësi e paqe në Kosovë. Me urdhrin Hero i Kosovës, i cili u jepet personave që kanë bërë vepra trimërie dhe sakrifice si dhe për veprimtari ose akte të guximit qytetar në kohë lufte apo paqeje, Presidentja Osmani dekoron Gaspër Karaçi post mortem. Pastaj, Mirali Sejdiu post mortem, Musa Hoti post mortem. Ftojmë një nga një familjarët e të dekoruarve që t'i pranojnë dekoratat.
me urdhrin e pavarësisë, i cili u jepet personave që kanë dhënë kontribut të lartë për pavarësinë e Kosovës, Presidentja Vjosa Osmani dekoron Nejat me urdhërin Hasan Prishtina, i cili u jepet personave që kanë kontribuar dhe kontribuojnë për veprimtaria detare, Presidentja Vjosa Osmani dekoron Naim Malokun,